Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për ngjarjen e rëndë që ka ndodhur ditën e sotme, ekzekutimin e gjyqtarit Astrid Kalaja. Këtë çështje mjaft të rëndë do ta diskutojmë me avokatin, mikun e emisionit ton Zaçe Islami. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit. Një ngjarje tronditse, avokat, për një nga personat që ju dhe kolegët tuaj jeni përballur në seancat e gjyqit. Sot u vra një gjyqtar. Dhe natyrisht që një dorë ishte edhe që e vrau gjyqtari. Por për mua nuk është ai vrasës i vërtet i gjyqtarit. Vrasës i vërtet i gjyqtarit është Edi Rama me bandën e tij që bëri të ashtu quajturën reformë drejtësi, zbatojnë ka ta ndisur drejtësi në mënyrën në ditën më të zezës të mundshme që mund të jetë drejtësia shqiptare. Hoqën gjykatat nga disa qytete dhe i zvogluan dhe kanë zvogluar personelin gjyqtar prokuror në maksimumin e mundshëm që mund të zvoglohen. Gjyqtarin nuk gjen drejtësi, gjyqtarin zotëri ta marrë në vesh qytetarin shqiptar e vrau Katovica. Gjyqtarin e vrau reforma dhe reformat që bën ditë për ditë kjo bandë komuniste në pushtet që quhet Rilindje, kjo bandë komuniste në pushtet që nuk ka opozit të mirëfillt në Shqipëri, e vrau kjo bandë që mbështet me heshtjen, me veprim ose me mos veprim ndaj krimeve që i bën qytetarit shqiptar, ndaj vjedhjes, ndaj grabitjes, ndaj padrejtësive. Zotëri, po ju jap vetëm një rast, se çfarë është drejtësia në Shqipëri. Kam 7 çështje penale në gjykatën e Gjirokastrës, në prokurorin e Gjirokastrës, që janë sulmuar fizikisht 2 herë nga banda kriminalësh në progonatët e Pelenës, dhe gjyqtarja e quan çështje civile dhe e pushon çështjen. Ajo, mirë them, gjyqtarja, saktësisht. Kjo është drejtësia në Shqipëri. Pra, është çorënditur, është shkatëruar sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Është vrarë sensi dhe nocioni i fjalës drejtësi. S'ka më drejtësi. Natyrisht nuk janë për vrasje të kësaj natyre, nuk janë për këto krime që bëjnë këta që vrasin. Jam vetë një i dhunuar nga banditët. Dhe jam në çështje gjyqësore në Gjirokastër. Kam 4 vjet që më sjell përdall gjykata e Gjirokastrës dhe prokuroria e Gjirokastrës, sepse mbrojnë kriminalët, Sokol Guga, ai me të vëllezërit dhe me djalin e tij dhe me motrën e tij, janë këta që i bëjnë krimet dhe drejtësia hesht. Tani kuptohet që do vihet shtetin drejt në lëvizje, do t'i bëjnë një ceremoni atij zotërisë të ndjerit, që për mua ishte një burr zotëni, unë kam punuar me të, por nuk kanë faj ata. Kanë 7-8 vjet, kam 8 vjet në gjykatën e apelit me çështjen e fëmijëve të mi. Kam 8 vjet me pronën që më ka gravitur Bashkia e Tiranës. 8 vjet dhe ka vënë një çmim qesharak, një çmim për turp të botës në rrugën te ambasadë amerikane, afër ambasadës amerikane, çmimin e trollit e llogarit 400.000 lekë shqiptare. Turp, që është mbi 3 milion lekë shqiptare çmimi. Kjo është drejtësia, zotëri. Këta po bëjnë gjyqtarët dhe prokurorët. Qytetarit i ka vajtur në majtë hundës, se i kanë marrë pronën. Po unë që bërë atyre në progonatët e Pelenës që erdhen, unë ishan kryet të tyristime si avokat. Ç'punë kishin me mua, dhe drejtësia e Gjirokastrës në moment duhet ishte ngritur në këmbë dhe të merrej mas e menjëhershme që ata të arrestoheshin. Jo, për kundër, dhe tani bëhet të lirë. Dhe tani ai Lulzim Guga me të birin bredhin të lirë, që më sulmuan atje. Avokat, por pse ka një mbledh? E shikoj nga një pjesë e opinionit dhe komenteve ndaj gjyqtarëve, prokurorëve.
Dëgjo, mlefi I gjyqtarëve flet shumë, lexojnë mirë zotëri, ta lexojnë mirë ambasada amerikane ta lexojnë mirë. Kaj ti u të them. Mlefin e qytetarëve ta lexojnë mirë se nuk po lexojnë. Qytetarët shkonin për gjykata, hajdeni me mua në gjykata me kamerën e të shikosh se çfarë bëhet në gjykata dhe se si veprojnë. Pra thash që ai ky është një shembull që tregon më së miri që drejtësinë në Shqipëri e vrau Katovica, që qytetarët shqiptar po e vret Katovica, që qytetarët shqiptar po e vret ligji 7501, që qytetarët shqiptar po nxiten që të vrasin njëri tjetrin, po nxitet Kastile Katrahura, Kastile nxitet me qëllim që të mos ketë drejtësi dhe qytetarët marrin drejtësi në dorë. S'ka drejtësi që e bën atë urrëti, atë veprim qytetarit shqiptar. Nuk po themi për atë ekonomin që u hofner në Vlorë, për punë pronash. Dhe nuk po merret drejtësia me pronat e këtyre mamusëve në Lancë, gjirin e Lancit. Pare, nuk merret me asnjë. Kemi shumë për drejtësinë zotëri. Por nuk është drejtësia që shfaqore se organizimin e sistemit gjyqësor në Shqipëri e bën politika, e bën kjo partia Rilindjat që quhet sot partia Tiranës. Këta e vranë gjyqtarin. Këta e ekzekutuan gjyqtarin. Mos shikoni dorën. Shikoni çfarë po ndodh në Shqipërinë me drejtësinë. Nuk e di zoti gazetar, nëse keni vajtur në gjykata dhe nëse keni probleme me drejtësinë. E kuptoj do të thotë kesh 8 vjet që nga 2017 deri më sot pa marr, unë jam avokat, çështjes nuk kam marrë asnjë përgjigje. Për çfarë arsye? Janë bërë vetë thonë që janë bërë dosje të madhe. Kush I bëri dosje të madhe? S'ka gjyqtar të organizojnë drejtësi, ka gjyqtar. Me mira ka jurist. Me mira ka djem dhe vajza të reja për të bërë gjyqtare prokuror. Jo, detyrojnë këta gjyqtarë fatkeqës, se janë fatkeqin që të gjithë ata gjyqtarët zotëri që punojnë sot në sistemin e drejtësisë janë fatkeqin. Janë fatkeqës, sepse janë të detyruar të punojnë në ato kushte mizerabël, dhe kanë shpikur dhe një term të ri, u gjykua në dhomën e këshillimit, thotë, pra u gjykua me 4 mure. Këto janë skandalet e drejtësisë. Popullit I ka ardhur këtu. Them, inshallah qoftë e fundit kjo që është bërë sot. Them dhe I bërthirja shtetit, I bërthirja ambasadës amerikane, lërë një sloganet dhe marrëdhëniet diplomatike me këtë klik të ndyrë kriminale. Ndërpresi marrëdhënie diplomatike me të. Dilini sot populli shqiptar se po shkatërrohet. Prandaj po ikin shqiptarët, nga drejtësia po ikin. Avokat, po ky rast mund të ishte parandaluar sepse autori e ka denoncuar disa herë në media që po I bëhet një padrejtësi sipas pretendimit të tij. Pse nuk u mor asnjë mas? Ju thoni që autori ka bërë disa denoncime në media. Pse nuk u mor asnjë mas lidhur me denoncimet e tija? Prandaj them unë që ditë për ditë them që krimet më të mëdha në Shqipëri bën prokuroria shqiptare. Se ky njeri që ka bërë këto denoncime në media, ky duhet thirrur dhe duhet thënë hajde këtu, si e ke hallin, të uleshin këmbkryqje të sqaronin problemin. Jo zotëri, po I shërbejnë interesave të caktuara dhe prokuroria dhe gjykata. Nuk I shërbejnë drejtësisë, I shërbejnë atyre që I paguan, I shërbejnë atyre që kanë krijuar banda kriminale dhe që kanë bërë krime sa të duash në Shqipëri. Dhe po vazhdojnë të bëjnë krime të pacenuar. Kemi mbi 3 miliardë euro të vjedhura nga nga politikanët shqiptarë, se s'po bëjnë asnjë prokurorët, që sa arrestohet njeri. Të bëjnë mund, të s'ka nevojë që të bëjnë koment, jap një mendimin tim, apo të flisni ju, jo, këto janë ashqare, bëjnë tjetër për tjellë. Bëjnë me qëllim që të vrasë shqiptarët. Dhe del të lalë telefoni atje dhe thot të lalë telefoni do mirëni atë, do mirëni këtë, do fitoni atë, do fitoni këtë qenë këto more. Si ore I hanë sapuni për djathë shqiptarët vazhdojnë akoma.
Avokat, por Rama tha do forcojmë kodin penal tani, tha, do i shtrëngojmë rregullat. Kryeministri tha që do forcojmë kodin penal. Kush e tha këtë? Kryeministri. Autokrati, se ky është një autokratuc, se është autokrat ky, po kjo është një band mafioze që komuniste që është e ktheu Shqipërinë në vitin 45-46. Kjo është një band hajdutësh që qeverisë Shqipërinë. Dhe që e ka bërë drejtësinë, e ka futur në shishe dhe e lironit i jep oksigjen sa herë që do qefi atyre. Jo, zotëri, jo. Nuk është kodi penal ai që duhet ndryshuar. Duhet ndryshuar komplet kjo reformë kriminale, e ashtu kjo reformë drejtësi. Duhet hedhur poshtë dhe duhet goditet ligji 7501 dhe ajo programi që u la, ai program i ndyr antikombëtar që u la Ramiz Alia me zbatimin e Katovicës. Aty buron gjithçka, zotëri. Qytetarët shqiptar kanë letrat, të lutem, qytetarët shqiptar kanë letrat e pronës. Se gjyqtari sot që vra për pronë. Qytetarët shqiptar kanë letrat e pronave që në vitin 25-26 në regjistrimin kadastral që është bërë. Përse zotëri nuk u jep prona që nga me atë dokument që në momentin e parë, kush je ti? Pra janë këta vrasësit e gjyqtarit. Është banda komuniste në pushtet, vrasja e qytetarit. Është partia, është rilindja e Edi Ramës që e vrau gjyqtarin. Nuk e vrau një dorë, ajo ishte dora, por fakti, shkaku dhe shkaku themelor që u vran gjyqtar është rilindja shqiptare. Avokat, Partia Komuniste. Më thuaj edhe diçka të lutem, e para dështimi i sistemit të sigurisë në gjykata, që autori hyri me pistolet, edhe e dyta njohja juaj me të ndjerin. Shiko, unë kam bërë gjyqje me të ndjerin, para 6 muajsh kërkova shtyrjen e një date, sepse kisha një përplasje. Ka 6 muaj që nuk mora përgjigje, nuk e di qa është vendosur atje. Qa ka vendosur e qa ka thënë, se duhet isha njoftuar për këtë punë. Megjithatë nuk është ky, si të është problemi themelor. Problemi themelor është që gjyqtarët janë ngarkuar aq shumë sa nuk ka ku shkoj më, nuk mund të punojnë, është e pamundur. Nuk bën brenda një dite të bësh 8, 9, 10, 12 gjyqe, ti si do i bësh këto gjyqe brenda një dite. Si? A mund t'i mbash mend të tëra çështjet e të gjithë qytetarëve dhe t'japësh zgjidhje? Avokat, po pistoletën si e futi? Këtu dua ta mbyllim tek sistemi i sigurisë. Nuk e di. Ne jemi avokat dhe kontrollohemi me hollësi kur hyjmë në dyert e gjykatave, në sallat e gjyqit. Jemi avokat. Tani që ka hyrë ai atje dhe si ka hyrë, kjo është çështje që nuk më takon mua. I takon organeve të sigurisë, i takon policisë shtetit, i takon strukturave të posaçme që merren me atë punë, që nuk e kanë kryer detyrën, ose që kanë lënë me dashje të kaloj, nuk e di. S'mund ta them atë. Ajo do hetim të hollësishëm. Avokat, të falenderoj shumë për të gjitha komentet dhe opinionet tuaja që ndat me publikun tonë për këtë çështje të rëndë që uroj të jetë e fundit. Inshallah qoftë e fundit, por një thirrje do t'ja bëj edhe një herë ambasadës amerikane. Zotëri amerikan, vini dorë në Shqipëri, se Shqipëria është vulkan që do shpërthej nëse pas nesër. Do shpërthej, sepse ligji Katovicës dhe reforma në drejtësi kanë vrarë drejtësinë në Shqipëri, po vrasin shqiptarët, po vjedhin shqiptarët, po dëbojnë shqiptarët nga Shqipëria, po vjedhin shqiptarët, pronat e tyre, prandaj vini dorë. Zonja ambasadore Nancy, po të drejtojmë personalisht, vini dorë në Shqipëri, po ju them. Faleminderit. Faleminderit ju, avokat.